أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjellëshanuhu, krijuesit dhe sunduesit të botrave, sunduesit të ditës së gjykimit. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të përzemërta I dërgojmë pejgamberit të fundit, pishtarit ndriçues, atë të cilën e dërgoi Allahu Gjellëshanuhu për të nxjerrur njerëzit nga bindjet e kota në një bindje të pastër mbi profetin e fundit Muhammedin alayhi salatu wasalam. Mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret të cilët ndjekin rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam deri në përfundimin e kësaj bote. Falenderojmë Allahun me një falënderim të posaçëm që na ka bërë pjesëtar të fesë islame, pjesëtar të ummetit të Muhammedit alayhi salatu wasalam. Lutim Allahun xhalleshanuhu për një jetë të mirë, një jetë të rahatshme, të begatshme. Lutim Allahun xhalleshanuhu që të na pranon të gjitha ibadetet, adhurimet e në veçanti në këtë muaj të shenjtë. Allahu xhalleshanuhu inshallah na pranon të gjitha ibadetet të cilët I bojmë e në veçanti Ramazanin ose agjërimin të cilën e agjërojmë. Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtare, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mëshira e Allahut qofshin mbi ju të gjithë. Sot do të bisedojmë mbi një temë e cila në Kur'ani Kerim zë një vend të rëndësishëm. Edhe pse si temë besoj se të gjithë ju e keni ndëgjuar, mirë po do të mundona që I them disa fjalë në lidhje me devotshmërinë ose cilësitë e besimtarëve të devotshëm. Të nderuar vëllezër, para se të filloj që t'i përmendi cilësitë e besimtarëve të devotshëm, duhet të kujtoj se Allahu xhalleshanuhu në shumë ajete na tregon neve se besimtarët të devotshëm janë ata të cilët pika pika dhe vazhdon të I përmend cilësitë e atyre besimtarëve. Kurse pejgamberi alayhi salatu wassalam neve na tregon në një hadith ku thot mbi definicionin e devotshmërisë, na thot se devotshmëria burimin e ka në zemër. Dhe në qoftë se zemra është e pastër, atëherë çdo veprim të cilën e bën njeriu për ta fituar kënaqësinë e Allahu xhalleshanuhu e çon deri tek devotshmëria. Kurse kemi shumë definicione të cilët dietarët islam e sahabët e kanë përmendur çështjen e devotshmërisë, po unë do të ndalna te definicioni I Ali ibn Abi Talibit. Ai thot kështu: Takvaja është friga nga madhështia e Allahu xhalleshanuhu. Veprimi sipas shpalljes, pra veprimi sipas Kur'anit. Kënaqësia me të paktën atë të cilën ta ka dhënë Allahu xhalleshanuhu dhe thot përgatitja për ditën e udhëtimit, pra për ditën e ahiretit. Edhe pse Ali radiallahu anhu I përmend disa cilësi të njerëzve të devotshëm ose të takwa gjinjëve, unë do të përmendi disa nga veprimet të cilët e bojnë besimtarin të devotshëm ose besimtari është I devotshëm në qoftë se I ka këto cilësi. Si cilësi e parë, dietarët islam janë unanim të mendimit se besimi I fortë është prej cilësisë të besimtarëve të devotshëm. Këtë e vërtetoj me ajetin kuranor ku Allahu xhalleshanuhu thot: "Alladhina yu'minuna bil ghaibi", besimtarët të devotshëm janë ata të cilët besojnë së pari dhe besojnë në atë e cila është e padukshme ose ajo e cila është e pa e fshehtë. Kurse pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith neve na tregon se
besimi në Allahun xhalleshanuhu është pjesa kryesore dhe elementare që njeriu ta meritoj shpërblimin e Allahut në botën tjetër dhe ti meritoj të mirat e Allahu xhalleshanuhu në këtë botë, ku na thot men qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna, ai I cili thot la ilaha illa Allah, pra e shpreh besimin e tij ndaj Allahu xhalleshanuhu, dakhala al-janna, do të hyjë në xhennetin e Allahu xhalleshanuhu. Cilësia e dytë, e cila konsiderohet prej cilësive elementare të devotshmëve, është falja e namazit. Kështu na thot Allahu xhalleshanuhu në shumë ajete kuranore, sepse për ta falur namazin, edhe pse është obligim nga ana e Allahu xhalleshanuhu, në njëjtën kohë është nder dhe kënaqësi që njeriu të dale para krijuesit tij dhe të I shpreh mirësitë, kënaqësitë, falënderimet krijuesit gjatë faljes së namazit të cilën e bën. Pra, Allahu xhalleshanuhu në surën Mu'minun, në ajetet e para ku thot qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, thot alladhina hum fi salatihim khashi'un, dhe ata të cilët e kryen namazin me përkushtim. Largimi nga fjalët e kota dhe nga veprat e kota përsëri është një ndër prej cilësive të besimtarëve të devotshëm. Në vazhdimsi të ajetit të surës Mu'minun, Allahu xhalleshanuhu neve na thot se walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, dhe besimtarët janë ata të devotshmit, janë ata besimtarët të cilët largohen nga fjalët e kota. Pra nuk miren me fjalë të kota, nuk miren me vepra të kota, dhe nuk miren me asgjë të kotë e cila nuk ka dobi në këtë botë dhe nuk ka dobi për në botën tjetër. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam në lidhje me këtë cilësi të besimtarëve të devotshëm thot, nga përsërismëria e Islamit të njeriut është lënja e asaj që nuk I bën dobi, ose lënja e asaj e cila nuk ka njeriu dobi nga ajo fjalë ose nga ajo vepër. Morali I mirë dhe përullësia është një ndër prej cilësive të besimtarëve të devotshëm, ku Allahu xhalleshanuhu në surën Furqan në ajetin 63 thot wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna, robrit e gjithëmëshirshmit janë ata të cilët ecin në tokë me përullësi, me qetësi, me mirënjohje dhe me moral të mirë. Pra morali është prej pjesëve të besimtarëve të devotshëm. Edhe pse I kemi edhe disa të tjera, unë do ta përfundoj me një të fundit, e cila neve na intereson në këtë ditë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Prej besimtarëve të devotshëm është ai besimtar I cili muajin e Ramazanit e shfrytëzon ose e agjiron në atë formë ose e përjeton në atë formë që dëshiron Allahu xhalleshanuhu, që në atë formë sikur që ka përjetu pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse Allahu xhalleshanuhu kur na obligon neve muajin e Ramazanit thot Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, o ju të cilët keni besuar, ju është bërë obligim muaji I Ramazanit, kama kutiba alal ladhina min qablikum, sikur që ka qenë para atyre të cilët ishin para jush. Mirë, po kjo e fundit na intereson mjaft. La'allakum tattaqun, në formë që të jeni të devotshëm. Pra një ndër prej mundësive që ne të jemi të devotshëm ose të mundohemi që të jemi të futemi në mesin e besimtarëve të devotshëm është muaji I shenjtë I Ramazanit. Ne lutim Allahun xhalleshanuhu që ky muaj I shenjtë të jetë muaj I begat, të jetë muaj I mirë, të jetë muaj I shpërblimeve, të jetë muaj I veprave të mira, të jetë muaj I pranimeve të lutjeve, I pranimeve të istighfarave, të faljeve nga Allahu xhalleshanu. Lutim Allahun xhalleshanu për të gjithë muslimanët në mbarë botën, që Allahu xhalleshanu të jep të mira në këtë botë, dhe për të gjithë ata të cilët kanë shkuar në botën tjetër, Allahu xhalleshanu inshallah I shpërblen me xhennetin firdaus. Wa quli qawli hadha
wastaghfirullaha li wa lakum wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.